Kompanitë telefonike porisin çmimet. Duke filluar nga 1 maj i këtij viti, pra 1 muaj më parë, kjo praktik hyri në fuqi për përdoruesit e telefonave celular nga kompania One, me një rritje deri në 2.2% dhe pa paralajmëruar më parë klientët. Nga ana teorike, lidhja automatike e çmimeve me inflacionin është e diskutueshme, sepse kostot reale të operatorëve nuk ndjekin domosdoshmërisht të njëjtën rritje si çmimet e përgjithshme të konsumit. Pra rritja e tarifave nuk reflekton gjithmonë një rritje reale të shpenzimeve të kompanive. Autoritetet përgjegjëse për konkurrencën po analizojnë këtë praktik si pjesë të një hetimi më të gjerë mbi tregun celular. Dyshimet lidhen me faktin që tregu dominohet nga pak operator dhe ka shenja të sjelljes së ngjashme në rritjen e çmimeve, çka mund të kufizojë konkurrencën dhe zgjedhjet për konsumatorët. Ndërkohë të dhënat tregojnë se shpenzimet për shërbime celulare në Shqipëri janë rritur për disa vite radhëzi. Kjo lidhet si me rritjen e çmimeve ashtu edhe me strukturën e tregut dhe kostot e investimeve në teknologji. Indeksimi i çmimeve me inflacionin është një praktikë e lejuar, por me ndikim të diskutueshëm. Mund të sigurojë stabilitet financiar për operatorët, por në të njëjtën kohë rrit gradualisht barën për konsumatorët dhe ngre pikpyetje mbi nivelin real të konkurrencës në treg. Aplikimi i një praktike të tillë shton shqetësimin për efektin afatgjatë që mund të ketë në kohë. Një indeksim i përvitshëm për më tepër në periudha kur inflacioni mund të jetë ndjeshëm më i lartë, do të sillte shtrenjtimin progresiv të kostove të komunikimit për përdoruesit shqiptar. Nga ana tjetër, autoriteti i konkurrencës shprehet se kjo çështje është nga elementët e hetimit të thelluar që ky institucion ka hapur në tregun e pakicës së shërbimeve celulare në nëntor të vitit kaluar. Por jo vetëm abuzime me impulse telefonike, por edhe me shërbimin e televizorit dhe internetit. Qytetarët e Vlorës, ashtu si të gjithë shqiptarët, paguajnë çdo vit tarifën për televizionin publik shqiptar, me pritshmëritë që ky institucion t'u ofrojë një shërbim publik dhe të aksesueshëm për të gjithë. Por për shkak të ndërthurjes tinzare të paketave nga kompanitë që ofrojnë këtë shërbim, qytetarët rrezikojnë të mos ndjekin dot kampionatin botror të futbollit që starton ditën e njëjtë. E ndërsa nuk ndodh në asnjë vend të botës, kjo gjë ndodh në Vlorë dhe në Shqipëri. Me afrimin e kampionatit botror të futbollit, rikthehet edhe debati mbi mundësinë reale që qytetarët të ndjekin ndeshjet përmes platformës radio televizionit shqiptar. Në teori, të drejta televizive të siguruara nga televizioni publik duhet të garantojnë që publiku shqiptar të ketë akses falas në ngjarje të rëndësishme sportive. Në praktik, situata rezulton krejt ndryshe për mira qytetar. Shumë qytetar kanë zgjedhur të abonohen në paketa të ndryshme televizive private, duke paguar çdo muaj për shërbimin. Por kur transmetimet sportive kalojnë ekskluzivisht në kanalet e RTS-s, ata përballen me paradoksin që nuk mund t'i ndjekin ndeshjet, pasi kanalet përkatëse shpesh nuk janë të aksesueshme ose sinjali rezulton problematik. Në këtë mënyrë, qytetarët detyrohen të kërkojnë alternativa të tjera, pavarësisht se kanë paguar si tarifën e televizionit publik, ashtu edhe abonimet private. Por paketa të ndryshme të kombinuara në mënyrën më tinzare, që qytetarët të mos blejnë një paket por 2 paketa, ka sjellë një situatë problematike dhe të padrejtë. Por përderisa paguajnë tarifat për RTS-n apo të ndryshe taksën, qytetarët duhet të kenë këtë shërbim. Për më tepër, kur bëhet fjalë për ngjarje sportive me interes publik dhe transmetohen në mënyrë të aksesueshme për të gjithë qytetarët. Ata kërkojnë që radio televizioni shqiptar të ofrojë një shërbim të denjë për kontributin që marrin nga taksa paguesit shqiptar dhe të sigurojnë që askush të mos mbetet i përjashtuar nga transmetimet që teorikisht i përkasin të gjithëve.